Në institucionin parashkollor Ganimetet Erbeshi, me këngë valle gëzim të madh u shënua Dita Fëmijëve. Këta 5 vjeçarë me ndihmën e edukatorëve organizuan një koncert solid në të cilin recituan këngë e hodhëm valle. Zonja dhe zotërinja, mirë se keni ardhur në programin tonë festiv, i cili bëhet për nder të festës të kopshtit tonë, Ganimetet Erbeshi. Në festës ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershori. Në emër të fëmijëve dhe edukatores, ju përshëndesim, ju dëshirojmë aktim të këndshëm. Orët e lënës, kush mund t'i numëroj gjithë ato orë, sa ka lëna poshtë në bojtin e dorë, kush mund t'i numëroj gjithë ato net, që lëna për kundin e njët, qupen qunin e vetë. Drejtori i këtij institucioni pasi uroi të gjithë fëmijët festën e tyre, u dëshiroi suksese në shkollimin e mëtejm, sepse shumë prej tyre si vjet do të regjistrohen në klasën e parë dhe i pret puna angazhim më i madh. Mirë se keni ardhur në këtë festë tonë, do të 1 qershorin ditën botërore të fëmijëve, mirërit edhe festën e institucionit tonë parashkollor. Besoj se edukatorët dhe mësuesit, ato që i kanë fëmijët e juaj në dorëzim, janë mundu që gjatë vitit punojnë dhe të përgatisin këta fëmijë, dhe që sot është moment që ata tregojnë çka kanë mësuar, si janë edukuar dhe çka kanë arritur në institucionin tonë parashkollor. Me orë të tëra, voglushët kremtuan të lumtur në ditën ndërkombëtare të fëmijëve.